Shkrimtari dhe historiani kosovar Jusuf Buxhovi u merrprit në Pogradec përmes një takimi të hapur me intelektuale e qytetar. Aktiviteti u organizuan nga Qendra Multifunksionale Pogradec dhe Biblioteka Publike Mitrush Kuteli, ndërsa mblodhi dashamirës të librit, studentë e qytetarë të interesuar për historinë dhe letërsinë shqiptare. Takimi solli në qendër rolin e shkrimtarit dhe historianit në ruajtjen e kujtesës kolektive dhe forcimin e identitetit kulturor. Buxhovi ndau me pjesëmarrësit reflektime mbi rëndësinë e leximit dhe të dokumentimit historik, si dhe rrëfimet bazuara në kërkime arkivore dhe përvojën e tij të gjatë krijuese. Gjatë bashkëbisedimit u lexuan dhe pjesë nga veprat e tij duke krijuar një atmosferë të pasur dialogu dhe frymëzimi për të pranishmit. Në trekat e librave të mia personazhi kryesor Bartsen Femna, sepse unë kuptoj se femna është pjesa më e rëndësishme e emancipimit dhe e familjes sonë. Në femnën e kemi konsideru herë si një mallë sipas kanonit, herë si një plaçk e veprimeve të mashkujve, por pak e kemi konsideru në atë që historikisht për shembull, çfarë ka qenë roli prej Elena Gjikës, Tetën Bosine Kokollari e femna tjera cilat edhe të Maria Shllaku veshmës me ndeshje në show, ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm, por ne e kemi edhe për detyrë që ta romanët të mia të jenë femnë, personazh kryesor dhe bartës të veprimeve. Ky aktivitet vlerësohet si një kontribut domethënës për promovimin e dijes dhe nxitjen e leximit në komunitet. Takimi u moderua nga Gronda Lipaj dhe Monika Muzikanti, ndërsa u zhvillua në sheshin e Trëndafilave në Pogradec.